Mjeshtri i pianos Robert Radoja, një prej figurave më të rëndësishme të muzikës shqiptare, gjatë një rrëfimi të veçantë për lidhjen e tij me Shkodrën, ndalet te ndikimi i këtij qyteti në jetën artistike të vendit. Është bërë një koncert i madh në 48-ën në Shkodër, që nuk e përmend kërkush. Dhe aty ka qenë një ndër korët më të mira të botës, një kor kroat. Opera e parë u bë nga Prengjakova në Shkodër. E kishin hapur rrugën të tjerë para atij, mësuesit e tij. Tentativa për opera është bërë 1915-1912 në Bile. Pas përfundimit të studimeve të larta në vitin 1966, ai nisi aktivitetin në Tiranë, por jo pa peripeci. Mas I mbarova shkollën 66-ën, më emruan Puk, një burr I dashur, kishte edhe simpati për mua. Piro Papalilo, ndërhynin, nuk e di, deri lart ka shku, dhe me majtin Tiranë. Sot, pas dekadave të krijimtarisë, ai jeton më qetë dhe shikon me mirënjohje rrugën artistike që ka përshkuar. Deri para 4-5 vjetëve kam pas mjaft të ngjeshëm aktivitetin. Po, pak bosha, pak edhe gjendje fizike, dhe tash ma shumë mendoj se çfarë kam bërë. Edhe kujtoj gjërat e bukura. Robert Radoja mbetet një prej emrave që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në muzikën shqiptare, pianist I shkëlqyer, mjeshtër dhe pedagog që ka edukuar breza të tërë artistësh.